në Testamentin e Vjetër përmendet në fakt si ardhja e Mesias. Edhe aty ne kemi që në fillim pra, kemi pikërisht këtë lloj premtimi. Ane Mesias, Mesia në vetvete domethënë i zgjedhuri për ne, që Zoti ka zgjedhur një shpëtim. Dhe nëse neve do të referoheshim që nga fillimi, neve do të shikonim që do të kishnim një lloj drejtimi, që do ose një lloj drite në fund të tunelit ku neve na drejton dhe na tregon për Jezusin. Nëse do të referoheshim pak nga Testamenti i Ri, tek Kolosianët, apostulli Paul shkruajti që unë thot jam vendosur shërbënjës i secilës i kësaj shërbese pra, për sipas misionit që më ngarkoi Perëndia për ju, për të ndarë ungjillin, që t'ju paraqes të plot fjalën e Perëndisë. Misteri që u mbajt i fshet gjatë shekujve dhe brezave, por që tani ju shfaq shenjtorëve të tij, të cilëve Perëndia deshi t'ua bëjë të njohur, cilat ishin pasuritë e lavdisë së këtij, misteri ndër ju jo hebrejnë që është Krishti në ju, shpresë lavdie. Imagjinoni, kemi apostullin Paul, që mendohet që të letër e ka shkruar rreth viteve 60 mbas Krishtit. Neve aty shikojmë që Pali thot pikërisht te këto vargje, thot që është mbajtur brezave për shekuj me radhë, për shekuj. Brezat përpara Palit prisnin për ardhjen e Krishtit. Dhe ky mister pra ishte Mesia ose Krishti që do të përmbushte ose do të tregonte. Nuk e di, u pëlqejnë këto librat mister që fillojnë me të lek kështu pezu. Ti lexon të tregon diçka, po çfarë do ndodhi? Edhe ti pastaj vazhdon me faqen tjetër. Ose nëse do të ishin, nëse ju ka ndodhur që shikoni këto filmet që janë kështu si me pikërisht me këtë lloj fshehtësie, misteri që dalet çfarë do ndodhë te skena tjetër, edhe le pikërisht tek ajo pika më kulminante. Edhe ti fut një reklam ose e mbyll serinë aty. Ju ftoj që të shikoni ditën tjetër. Mirë. Tek Zana filla, pikërisht kapitulli 3, na thuhet që Mesia do të lindi nga një grua. Do të vuajë shumë dhe do të duket si humbje momentane, por do të japi një goditje fatale Satan. Edhe nëse neve lexojmë pikërisht këtë varg, po thuhet, dhe unë do të shtija armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde dhe ti do të plagosësh shtemrën e farës së saj. Nëse neve do të merrni pak historinë nga çfarë ka ndodhur dhe pse pikërisht ky lloj premtimi ose pse pikërisht është një luftë. Pse pikërisht kjo lloj lufte, pse pikërisht ky lloj dënimi. Edhe Zoti po e dënon Satanin me këtë lloj forme. Përpara, pra, se Zoti të jepte këtë vendim ose këtë dënim, Zoti neve pa që e vendosi njeriu pra në kopshtin e Edenit dhe njeriu e shkeli urdhërinë e Zotit dhe i tha kur i thash shko dhe ha nga çdo pemë, por mos ha nga pema që të bën të ditur të mirën dhe të keqen. Ju kujtoj që mos thoni që është molla e Adamit ose e agri moll, aty në Bibël nuk specifikohet që është moll, por thuhet specifikohet fryt. Ne nuk e dim se çfarë lloj fruti ishte. Dhe mbasi e hëngrën, sytë e tyre u hapën. Dhe ata kuptuan që ishin lakuri që dhe pastaj fillon që të ndjenin ndjenjën e turpit. Ndaj edhe neve sot e kemi këtë lloj ndjesinë e turpit për shkak të mëkatit. Për shkak të mëkatit arritën të njihnin çfarë ishte e mira dhe e keqe. Për shkak të mëkatit Zoti i tha atyre ju do të punoni me djersën e ballit, do të ushqeni familjen tuaj, i tha Adamit. Edhe gruas i tha ti do të vuash dhimbjet e të mërshme në lind. Për shkak sepse ti drejtove në Zotin, më fal. Veten tënde dhe Adamin nuk. Edhe pikërisht vinte ky varg, edhe Satanit që mori formën e një gjarpri, i tha këtë, ti do të zvarritesh sa gjithë kohës në vetë. Dhe unë do të shtija armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës saj. Fara saj do të shtyp kokën tënde dhe ti do të plagosësh shtemrën e saj. Edhe është pikërisht momenti që Jezusi kryqëzohet, është ajo kafshimi i femrës. Edhe për në atë moment Satani mendoi se fitoi, se Jezusi vdiq në kryq. Dhe në momentin që Jezusi ringjall nga vdekja, dhe që triumfoi mbi vdekjen, atëherë Zoti dha goditjen fatale Satanit përgjithësi. Por çfarë do të thotë kjo për ne? Edhe neve jemi pikërisht me këtë që Jezusi Zoti po na drejton tek linja ose tek fisi, tek familja që do të vijë Jezusi pikërisht në këtë. Edhe gjithë vitet, gjithë shekujt, gjithë brezat që përmenden në Bibël janë pikërisht këto. Zoti pastaj zgjodhi edhe po të shikoni situatën familjare në atë kohë, po të lexojmë nga Zana filla, Adamit i lindën 2 fëmijë.
Kaini dhe Abel. Dhe ata, që në ato momente djalli i futi në luftë me njëri tjetrin që ata të ziheshin, edhe Kaini vrau vllain e tij. Duke menduar në këtë lloj forme, Satani mendoi që ja arrita qëllimin që fara e gruas nuk arriti të triumfonte mbi mua, por ai vdiq. Edhe Zoti vazhdoi. Edhe po ta shikosh gjatë gjithë kësaj linjën historike të familjes ku Zoti do kishte premtuar, edhe dha premtimin që do të vi Mesia, shpëtimtari, djalli e sulmonte. Abrahami kishte në fillim dhe Zoti ja ndryshoi emrin dhe i tha Abraham, që do të thotë babai i të gjithë. E bëri dhe Zoti zgjodhi tek Zanafilla 12, bota do të bekohet nga pasardhësi i Abram, në kapitullin 12 është Abram, nuk ishte bërë akoma Abraham. Por Abrahami ishte kaluar në moshë me gjithë gruan e tij dhe nuk kishi fëmijë. Zoti i bëri që ata të kishin një fëmijë Isakun dhe përsëri Zoti më falni Satani po kërkonte të sulmonte. Edhe pastaj vim tek fëmijët e Isakut, Jakobin dhe Isau. Zanafilla 28:14, Mesia premtuar do të vi përmes Jakobit. Kujtojmë, jemi tek Zanafilla akoma. Dhe pasardhësit e tu do të jenë si pluri i tokës dhe ti do të shtrihesh në perëndim dhe në lindje, në veri dhe në jug, dhe tërë familjet e tokës do të bekohen nëpërmjet teje dhe pasardhësit e tu. Tek Zanafilla 49, vargu 10, Mesia do të jetë nga shtëpia e Judës. Skeptri nuk do t'i hiqet Judës, as bashkëpunimi i komandimit nga kamët e tij, derisa të vijë Shiloh dhe atij do të binden popull. Përsëri djalli po vazhdonte të sulmonte familjen prej ardhjen nga do të vinte shpëtimtari, sepse ai e dinte që Zoti nuk bante shaka kur i tha ti do të shtypi kokën tënde, do të vrasit, do të zhdukësh. Edhe çfarë do të thotë kjo punë? Të ta mësoj më vonë. Por vim pikërisht tek lidhja me Davidin, që Zoti e zgjodhi, dhe për Davidin që edhe tek veprat na thuhet që Zoti zgjodhi një person sipas zemrës së tij, një njerëz sipas zemrës së tij. Një diçka interesante që neve shikojmë është bindja edhe nderimi. Bindja është, çfarë është bindja? Bindja është kur ty të urdhërohet të bësh diçka dhe ti e bën atë. Po nderi çfarë është? Paktën në këtë lloj këndvështrimi që unë po e them. Nderi është kur ti e di se çfarë nderon baban tënd, maman tënd, familjen tënde, shokun tënd, motrën tënde, bashkëshortin dhe e bën pa ta kërkuar. Se pa e kërkoj quhet bindje. Po e bëre ti quhet nderim. Davidi ishte një nga ata njerëzit që po të shikojmë historinë dhe jetën e Davidit, sepër të shiruar, ishte një nga ata njerëzit që bëri shumë të këqija. Por ama ai e dinte se çfarë don, e nderonte Perëndin dhe e bëri pa ja kërkuar, dhe kërkoi që të ndërtonte tem. Edhe Zoti i tha, ti do të jesh, nga ty do të vi edhe bekimi. Tek e dyta Samuelit, kapitulli 7, vargjet 12-13, gjithashtu dhe vargu 16, kur ti kesh mbushur ditët e tua dhe të jesh duke pushuar bashkë me etërit e tu, unë do të ngrem pas teje pasardhësit e tu që do të dalin nga barku yt dhe do të vendos mbretërinë tënde. Ai do të ndërtojë një shtëpi në emrin tim, Salomon, dhe unë do ta bëj të qëndrueshëm për gjithë thronin e mbretërisë së tij. Vargu 16 thuhet, shtëpia jote dhe mbretëria jote do të bëhen të qëndrueshme për gjithë para meje. Dhe froni yt do të jetë i qëndrueshëm për gjithë. Menjëherë djalli hyri në veprim edhe sulmoi familjen e Davidit, vëllezrit, motrat, hyn në një armiqësi të paparë, edhe madje një nga djemtë e Davidit bëri dhe incest. Por Zoti përsëri bëri dikaj që të kishte që të mbarte këtë lloj emri. Psalmi 39 na thotë, dhe unë do të vendos në fronin tënd frutin e trupit tuaj. Unë kam lidhur një beslidhje me të zgjedhurin tim. I jam betuar Davidit, shërbëtorit tim, duke thënë do t'i vendos pasardhësit e tu për jetë dhe do të ndërtoj fronin tënd për të gjithë brezët. Zoti ju betua Davidit në vërtet dhe nuk do të ndryshoj. Unë do të vëmë fronin tënd një fryt të brendshmeve të tua. Është shumë e rëndësishme, dhe Abrahamit ja premtoi këtë gjë, dhe Abrahami mendonte se do të kishte një nga fëmijët e shërbëtorëve, por jo, tha Zoti, do të vijë nga Sara. Ku jeni? Ndërguar. Jemi pikërisht në këtë doja. Isaia, kapitulli 9, vargjet 6 dhe 7. Një fëmijë është lindur i cili do të ulet mbi fronin e Davidit dhe mbi mbretërinë e tij, sepse na ka lindur një fëmijë. Një djalë na është dhënë mbi supet e tij, do të mbështetet perëndëria dhe do të quhet këshilltari, atë me gjushë Perëndi i fuqishëm, ati i përjetshëm, princi i paqes. Edhe pikërisht këto emra merr Jezusi. Ne po ju javën e parë të dhjetorit, pra këtë të dje, po ju drejtojmë në profecitë që na kanë, që mësojmë nga Testamenti i Vjetër për ardhin e Jezusit, dhe shikojmë që kohë pas kohe, libër pas libër në Bibël, Zoti e ka mbajtur fjalën e tij. Në Psalmin 110, në këtë psalm Davidit, Zoti do të vendos në anën e djathtë, do të bëj armiq të Perëndisë stol për këmbë. Zoti thot zotërisë tim, ulu në të djathtën time derisa ti bëj armiqtë tu stol të këmbëve të tu. Edhe pikërisht këtë lloj premtimi ja bën për Jezus.
ë ë disa profeci të tjera mesianike, ë që neve na përmenden gjithashtu është tek Isaia 40 vargje 3 dhe 5. Zëri dikujt që vërtet në shkretëtir është pikërisht për dikë që do të përgatisë rrugën. Dhe Zoti jo vetëm që parashikoi ardhjen edhe gjatë gjithë kohës mban premtimin për ardhjen e Jezusit, por gjithashtu flet edhe për Gjon Pakzori që do të flasë. Zëri dikujt që vërtet në shkretëtir. Shtroni udhën e Zotit, hapni në shkretëtir një rrugë Perëndis ton. Çdo lugin të jetë mbushur, çdo mal dhe kodër të jetë sheshuar. Vendet dredha të drejtuar dhe vendet e vështira të sheshuar. Atëherë lavdia e Zotit do të zbulohet dhe çdo qenie do të shohë sepse goja e Zotit ka folur. Për juve për që të mbani shnim, nëse doni të bani një lexim ose studim të mëtejshëm, pikërisht për këto gjëra është Isaia 40 vargje 3 dhe 5. Mikea kemi 5 kapitulli 2 që Jezusi, kapitulli 5 vargu 2, që Jezusi do të lindi në Betlehem. Edhe thot, por ti o Betlehem Efrata, megjithse je i vogël midis mirave të Judës, aty do të dalë për mua ai që do të jetë sundues në Izrael, origjinat e të cilit janë në kohërat e lashta nga ditët e përjetësisë. Kemi Isain 7, kapitull vargu 14, prandaj vetë Zoti do të jap një shenjë, që Jezusi do të lindi nga një virgjë, do të mbet ja e virgja do të mbetet me bardhë, do të lindë një fëmijë të cilin do ta quajnë Emanuel. Zakaria kapitulli 9, vargu 9. Nga zollome të madhe o bie Sionit dhe shoh brit magazimi o bie Jeruzalemit. Ja mbreti yt po të vjen, ai është i drejtë dhe do të sjellë shpëtimin i përulur dhe i hipur mbi një gomar. Ju kujtohet se edhe nëse kemi parë edhe filmin me Jezusin që Jezusi hyn në Jeruzalem, hipur mbi një gomar të ri. Atë në Biblën thotë rriç. Psalmi 22 që sapo lexuam së bashku është pikërisht për vuajtjet e Jezusit dhe për përshtymat, për talljet, për vuajtjet, për përbuzjen që ai kaloi në jetën e tij deri në momentin e kryqëzimit. Vargjet, le të lexojmë këto vargje dhe janë të fundit. Më derdhin si ujë dhe tërkockat e mia janë të ndryshura, zemra ime është si dylli, shkrihet në mes të zorrëve të mia, forca ime është e tharë si një erë mbartë dhe gjua ime është ngjitur të qelza time që vën në pluhurin e vdekjes. Sepse qenë më kanë rrethuar një grup keqbërësish në rrotull, më kanë shkuar duar dhe kamët, unë mund t'i numëroj gjithë kockat e mia, ato më shikojnë dhe më kthyrin, ndaj midis tyre rrobat e mia dhe hedhin short tunikën time. Ju kujtohet momentin që Jezusi ishte në kryq dhe i morën pëndurën e Jezusit dhe ata ushtarët që ishin në short, unë do marr këtë, ti do marr këtë. Pikërisht kjo gjë po ndodh. Por ti o Zot mos u largo, ti që je forca ime nxito të më ndihmosh. Ka shumë vargje të tjera biblike që na tregojnë për ardhjen e Mesias, për bekimin e madh që i vjen gjithë tokës. Imagjino gjithë toka sot e kësaj dite, për shkak të mëkatit që mbretëron mbi tokë, të gjithë njerëzit vuajnë, luftojnë, investojnë, hedhin djersën e tyre, derdhin djersën e tyre për çdo mund që është i errës. Ju kujtojmë që ata njerëz që kanë mendoni pak. Ata njerëz që kanë jetuar 50 vjet më përpara ose 60 vjet më përpara që nuk janë gjallë, 100 vjet më parë. A dim ne, a njohim ne, si është vetëm ata njerëz që janë të historisë. Madje edhe gjyshri tan. Për shembull, unë nuk i njoh, nuk di. Vetëm di që emër mbi emër kështu, këtë di. Asnjë lloj historie tjetër. Edhe ne, mas 100 vjetësh, duam apo s'duam ne? Ju kujtojmë që viti 2100 do të jemi vdekur shkojnë gjithë. Sa prej nesh do të dinë për ne? Sa prej njerëzve të afër me tan do kujtojnë për ne? Por le ta shpenzojmë këtë kohë që jemi mbi tokë. Edhe të jetojmë, le ta jetojmë këtë jetë duke kërkuar Zotin. Ne na është dhënë një mundësi shumë e madhe për të kërkuar Zotin dhe ta njohim atë. Unë do t'i lë pikërisht me këtë frazë. Le ta shikojmë jetën me këtë lloj syri pra, që të kërkojmë Zotin.